Procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e pjesshme lokale në Bashkinë Mat ka përfunduar mëngjesin e kësaj të hënë. Numërimi i votave filloi mbrëm rreth orës 22:30 minuta dhe u zhvillua gjatë gjithë natës pa ndërprerje, duke sjellë rezultatin final mëngjesin e sotëm. Kandidati i Partisë Socialiste Altin Bojni arriti të sigurojë 7.425 vota, ose 66.54%. Kandidati i pavarur i mbështetur nga opozita Eduard Brailika mori 3.184 vota, ose 28.54%, dhe kandidatja e pavarur Suzana Pasha 4.92% të votave. Në Bashkinë e Matit, sipas KQZ, kishin të drejtë vote 29.092 qytetar, nga të cilët ushtruan të drejtën e zgjedhjes 11.431 qytetar, ose rreth 39.3%. Kandidati fitues Altin Bojni tha se ky vullnet i zgjedhësve që u besua atij do të përkthehet me më shumë punë në Bashkinë e Matit, jo vetëm ato të nisura, por edhe në investime të reja. Një emocion interesant, por sot unë dua të falenderoj të gjithë banorët e Bashkisë Mat për besimin dhe mbështetjen e tyre që na kanë dhënë. Ne me gjithë këtë mbështetje që na kanë dhënë gjithë banorët e Bashkisë Mat, është një përgjegjësi e madhe që duhet ta përkthejmë në shumë punë për gjithë komunitetin tonë. Që punët e mira të mos dalin në ardhmja jonë do jetë shumë e mirë dhe do vazhdojmë me këtë ritëm, do vazhdojmë përpara që bashkia jonë të ketë një zhvillim sa më të mirë. Shumë faleminderit gjithëve edhe faleminderit gjithëve se tani është. Shumë faleminderit. Pritet që rezultatet e zgjedhjeve të pjesshme vendore të mbajtura të dielën e 9 nëntorit të certifikohen zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe fituesi të marrin zyrtarisht mandatin për deri në zgjedhjet e përgjithshme lokale të vitit 2027.